Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në një podcast të veçantë. Përshëndetje të dashur ndjekës, ku është kamera ime? Akrit janë të mjetë. Dhe mirë se vini në një podcast të veçantë. Podcast në një podcast. Po, luaj derën Rishtazi ose Rishtazi luaj derën? Po, kjo është një ide e kamotshme, të cilën e kemi ne e kamotshme të themi apo? E paradokuar. Një ide gjysmë vjeçare, ti themi kështu. Jemi në fund vit edhe ideja jonë ishte pra të bëjmë një podcast së bashku me Nazimin, luaj derën Rishtazi, që ju edhe të luani derën, po edhe të ndiqni vazhdimisht Rishtazi apo. Një përkthim pak i lezetshëm. Po, ideja ishte që Xhamazia gjithmonë edhe ti ke dash të më marrish, Gjemi, po, gjithmonë ke dash të më marrish në intervistë, edhe unë ty, dhe na lindi kjo idea, sepse shohim që edhe shumë media të mëdha ndërkombëtare bëjnë kështu intervista të përbashkëta. Ajo e fundi që e shifnja ishte Actors on Actors, aktorët me aktorët, ku dy aktorë marrin në intervistë njëri tjetrin. Kjo shkon edhe në CNN, edhe në portale të ndryshme, të revistave të ndryshme, edhe thash, edhe ti apo gjatë bisedës, pse mos bëjmë podcasti me podcastin, një gazetar. Kështu që prandaj do jetë një podcast i veçantë dhe të jetë sepse protagonistët janë shumë interesant, njerëz. Tani ja do ta filloj unë, me që jemi te studioja ime, po në prapavi përveç Rishtazi do dalë dhe luaj derën dhe praktikisht ky realisht do jetë një podcast i të dyve, do ta transmetojmë bashkë, kështu që besoj që publiku do gëzohet edhe do shohë gjëra dhe do dëgjojë gjëra interesante që ne do t'i themi. Pse luaj derën? Njerë këtu të ta fillojmë. E po tash duhet ta lëshojmë siglën luaj derën. Hajde, ja luaj derën. Për të parë, po. Sepse unë them gjithmonë i hap dyert e kurreshtjes, sepse nuk e di të them, vetëm është pak klishe të them, ne shqiptarët jemi shumë kurioze dhe gjithmonë të dim se çka ka shtëpia e tjetrit, ç'a ndodh në shtëpinë e tjetrit, ç'a ndodh te fqinji, ç'a ndodh përjashta. Gjithmonë është kurioztar të di brenda secilës shtëpi, pas secilës derë çka ka. Edhe unë jo rastisht sloganin e kam për të parë më qartë, do të thënë shtyje luje derën deri në fund. Kjo është një nuk ka të bëjë me atë shprehjen s'ke punë luaj derën? Po ka pak të bëjë edhe me atë, sepse nëse të kujtohet Nazim kur jemi njohur në fillim, emaili im ka qenë luaj derën. Po. Automatikisht ishte sinkronizuar kanali im me emailin tim, shumë rastësisht. Edhe bile disa njerëz kam ngulnin që unë ta ndroja sepse nuk ishte serioze. Edhe unë isha njëri prej atyre. Edhe unë tani lirisht mund të them që mos u tallni me kështu gjërash, sepse pas asaj mund të fshihet një ide shumë më e madhe. Tani është një ide vogël, por besoj që për shumë shpejt do jetë një ide. Po, do ta flas edhe këtë se për mua edhe para se të jemi njoft, edhe kur kemi bashkëpunuar, po edhe tani je një nga në fakt edhe kështu të kam vënë re, domethënë para se të njihemi personalisht puna jote, domethënë një kontribuese e jashtëzakonshme rreth kulturës dhe aktiviteteve kulture, po do të flasim për këtë. Po kur e zgjidhja emisionin e Rishtazit, ti më pyesën pse Rishtazit, apo? Po. Pse Rishtazit? Kisha pak kundërshtim. Po, kisha pak kundërshtim, po tani gjithmonë them dhe jam e bindur sepse nëse një diçka nuk e ke dëgjuar shumë shpesh, në fillim ta vret veshin dhe pastaj mësohesh. Edhe tani më pëlqen Rishtazi. Tani Rishtazi ka një logjik profesionale. Një diçka që nuk ndalon asnjëherë. Po, sepse në gazetari janë 6 pyetjet bazike, 6W-t, ata që merren me detaj me gazetarinë e din këtë, dhe me ato pyetje të vazhdueshme, Rishtazi që bëhen, ne i zbulojmë të vërtetat ose faktet ose diskutimet që i kemi në shoqëri. Do të thënë këtu është pak baza, pse Rishtazi është profesionale, Rishtazi sepse nuk ka të ndalur puna e gazetarit në projekte të ndryshme. Ky projekt është diçka e re, kështu që pak përmban edhe shkronjat e emrit. Edhe mbi emrit, po. Nëse dikush edhe më këtë ma tha, Rashidazi, diçka që mund të jetë Rashidazi, po. Rishtazi, kështu që kjo është një diçka është e sigurt, nuk e kemi menduar se do mbyllet viti kështu, apo jo. Se ne të dy do jemi në një studio. Jo, nuk e menduam. Dhe do kemi secili një produkt të vetin, të themi, një podcast të vetin. Megjithatë, kjo është arsyeja pse luaj derën dhe pse Rishtazi më pëlqen shumë, sepse hapja e dyerve edhe atje ku nuk hapen tregon shumë.
Dhe që dua të ta vazhdoj ta bëj pyetjen tjetër, çfarë nën kupton për ty kultura? Unë bëra u morën vesh pak apo që të bëjmë pyetjet e ngjashme njëri tjetrit, dhe që të jetë interesant hyra në ChatGPT, apo se tani kjo është moda. Dhe çfarë thoshte roboti për ty ishte që një kontribuese e madhe për kulturën. Pse je ndjekse e kulturës? Jo vetëm thjesht si gazetare, po jeton me kulturën, si rrallë njerëz. Nuk e di, ajo është kudo rreth meje, ose nuk e di, a unë kam qejf që ta përcjelli kulturën, apo kultura nuk më shqitet mua. Fillimisht njohja ime me kulturën ka qenë përmes letërsisë, domethënë përmes librave që kam lexuar, bibliotekave, më pas kur lexon një libër ke nevojë të shkosh tash si shfaqje, për shembull nëse është një dramë dhe kështu lidhesh me teatrin. Domethënë kryesisht lidhja ime me kulturën ka ardhur prej letërsisë, si një nevojë domosdoshme, sepse unë gjithmonë them të gjitha artet janë një simbiozë, bashkëjetojnë me njëra tjetrën dhe nuk mund të jesh për shembull njeri i letërsisë pa ndjekur një shfaqje, pa ndjekur një koncert, pa ndjekur shumë gjëra të cilat e kompletojnë atë opusin kulturor, të themi. Po si përfundova si gazetare e kulturës, këtë nuk di ta them. Këtu kemi shumë gjëra të përbashkëta, nuk e di a ka qenë fillimi i karrierës tënde Nazim me radion. Ka qenë, po. Kisha më shumë qejf që të merrem me lajmet e kulturës, të shpjegoj për shembull një fenomen kulturor ose kështu domethënë ka ardhur. Ndryshe nga ti që je më shumë dimenzional, edhe unë nuk e di ti a ishte politika në fillim apo çka ka qenë emisioni i parë. Shiko, nëse të kujtohet, sepse ke pasur me mira. Unë edhe u ka fillu me radio. Në fakt, ndoshta kretë kemi fillu me radio, sepse atëherë ka qenë një emision kulture, për shembull apo. Në fillim kam filluar si gjimnazist te Radio Struga, pastaj kam filluar te Art Kanali, që ishte një radio private, Urani dhe Fitnetja e drejtonin, Fitnet e Tuda. Ata ishin kthyer nga Prishtina, ishte në kohën e krizave të mëdha. Demonstratave? Po pas 90-tave kur njerëzit, familjarët e tyre humbën vendin e punës, ata erdhën e krijuan një radio private, dhe sigurisht kultura është pjesë e punës tonë në një farë mënyre. Për radio lokale, gjithsesi, domethënë domosdoshmërisht këto lloj informacione dominojnë, por pastaj kur fillova studimet, profesorët e mi të dashur, përsëri në Shqipëri, në Tiranë, ku kishte një mungesë të madhe mediash alternative, përveç Radio Tiranës, televizionit shqiptar, pra nuk ishte koha ku nuk kishte kaq boom mediatik si sot, as teknologjia nuk ishte e zhvilluar, ishte shumë e vështirë të hapesh një radio ku me një televizion, ne punojmë në gazeta. Por cilësia ma ka qenë tjetër atëherë. Po, sepse përzgjedhja e njerëzve për të punuar në gazetë, megjithatë ishte e rëndësishme, dhe unë fillova punë në gazetën Republika. Profesori im i dashur, që sot është miku im, Lutfi Dervishi, më mori si student dhe fillova te faqet kulturore, pastaj bëra redaktori i faqeve kulturore, që ishte një gjë e jashtëzakonshme për mua, një djalë i vogël, i ri, se 20 disa vjet apo kur je student, të jesh redaktor i një prej gazetave më të shitura të Shqipërisë. A kujtohet artikulli i parë? Shive, artikulli i parë ndoshta jo, po çfarë më bënte përshtypje Xhemi ishte që në qoftë se kishte premierë në teatr, edhe premierat në teatr janë vonë, gazeta nuk do mbylleshte, pra nuk do përfundonte, nuk do shkonte në printim, derisa unë nuk kthehesha ta bëja artikullin për premierën e teatrit. Kjo ishte diçka e jashtëzakonshme. Po. Presioni i kohës. Nuk lihej kultura si diçka e fundit, do të thënë që mund të shkruaje për gazetën. Do të thënë mund të shkruaje për premierën edhe pas 2 ditësh. Jo, do dilte në faqe të parë me fotografi, nëse ishte diçka e madhe ose dikundi aty, pra do reklamoje më njëherë dhe pritej të shkruaj artikulli që nën kupton 11-12 një të natës, varet kur përfundon artikulli. Sepse dy gjëra janë këtu ku dua të ndalem, sepse ne kemi edicione lajmesh pa kulturë. Mos them tani se në vend, në rajon, në Shqipëria nuk besoj që e bën këtë gabim. Ose ka më tepër, po atëherë kishte peshë të madhe. Një ngjarje kulturore. Po. Dhe kur e bëm suplementin e kulturës, edhe shkrimtarë të mëdhenj sillnin do shkrimet për t'i botuar.
mund t'i përmendi, apo që mua gati më vjen dëzorës, për shembull, apo më vjen të thosh si ka mundësi Xhevari Spahiu, apo Dritoroj, apo këto të shkruajnë, unë ti gjykoj nëse ata duhen të botojnë ose jo. Pra kishte një peshë të madhe kultura. Kjo është lidhja ime edhe ka vazhduar normal. Në fakt, unë tani e mendova intervista ime parë si ka qenë. Ka qenë shumë interesante, Ti, sepse kam qenë student. Se desha edhe unë të pyes, po. Kam qenë student edhe profesori i gazetarisë ishte një tip që të sfidonte shumë, Ilber Lili. Edhe e mbaj mend që unë kam qenë gjenerata e parë e legalizimit të UT-s, pra kur është legalizuar, dhe kisha fatin që të kisha shumicën e profesorëve nga Shqipëria dhe krejt emra, domethënë kisha të rëndësishëm të fushës, edhe nga Kosova. Edhe mbaj mend që unë për provim e kisha të bëja një intervistë për ta dhënë provimin e gazetarisë, po intervista do duhej të ishte e mirë. Edhe unë thash që do ta bëj me Recep Qosjen. Edhe profesori tha, ai jep intervistë vetëm Rudina Gjungës. Ti nuk të jep intervistë. Dhe kjo ishte një goxha sfidë për mua. Dhe e more? Edhe po patjetër që e mora. Po normal. Ajo ishte kur të më thuash mua që s'mundesh një diçka, e shet që mundet gjithmonë. Po është interesante mënyra se si e kam bë. E kam bë me diktafon, që tash mund duket shumë interesante për kohën sepse mjetet e tjera incizimin atë kohë nuk kishte. Edhe mbaj mend që e kisha bërë jashtë, edhe gjatë kohës që e kisha incizuar, që frynte erë, kishte momente ku nuk mundesh ata zbart në ndonjë fjalë, domethënë ta detektoj se cila është fjala që përdor në çast. Edhe ai ka qenë një moment shumë i veçantë dhe interesant që nuk ka mund të nxjerr komplet intervistën ashtu siç ka folur profesori gjatë gjithë kohës. Po megjithatë ja dola, kështu që besoj se është ndër intervistat e mia më të veçanta, sepse mendoj se mirë kam nisë karrierën në këtë drejtim. Po kjo të determinon me mërmendja, sepse... Pastaj e publikova, se ishte interesante. Ajo që... E mbaj mend edhe një diçka, se ishte atëherë në atë kohë debati Kadare Qosja për këto orientimin e shqiptarëve nga duhet të shkojnë nga janë. Po, debatet e mëdhaja. Edhe ishte domethënë në një kohë kur krejt njerëzit ishin shumë kureshtar të lexojnë një intervistë, kurse vajza që shënoi poshtë intervistës ishte një emër shumë i panjohur. Po jo më, apo. Po jo, besoj. Shiko, ndoshta ne rikthehemi te radio, unë e ti sepse kemi filluar në radio. Unë përveç se shkruaja në gazet, në kohën e studimeve punoja edhe në Radio Tirana, një kohë, me kolege të dashura që më dhanë mundësinë, atëherë Alma Sulaj, por edhe redaktor Agron Çobani, të cilët Agronin nuk jeton më, domethënë drejtor që kishin edhe një dëshirë për të afruar njerëz të rinj, dhe te Radio Koa ku bëm transmetimin e parë nga Shqipëria në internet të një emisioni radio. Po. Kështu që kjo ishte edhe një sfidë me teknologjinë, edhe pse e përmend është se disi na lidh prapë bashkë, se edhe kjo diçka duket radio me fotografi tani. Radio me Z, po, radio me Z, radio në internet. Po. Kanë evoluar shumë mediat, mund të themi që ti si gazetar shumë dimensional i ke provuar të gjitha, ke provuar të shkruash në gazetë, ke mbajtur emisione në radio, në TV, në podcast. Po. Ma mërë mendja që duhet edhe ne ta sfidojmë veten edhe të përshtatemi me teknologjinë. Shiko, kur kam punuar në radio, për shembull, te radio BBC-a në Londër, për mua që ishte, si me thënë, arritja profesionale shumë specifike, sepse sa kisha kryer studime dhe fitova atë punë me një konkurs disa hapësh, atje përdoreshin ende shiritat. Dhe ishte pak e habitshme. Mirë po, në periudhën e punës që punoja atje, teknologjia ndryshonte dhe nga editime me shirita arritëm në editime në kompjuter, që të tregon që duhet të përshtatesh me teknologjinë. Pra duhet të përshtatemi me gjitha zbulimet, kështu që edhe ky komunikim i ri ka të bëjë me këtë lloj mindseti, me këtë lloj mentaliteti që ndoshta ne e kemi, që të jemi dinamik, të përshtatemi kohës, kështu që është gjithçka e bukur. Patjetër. Unë qeshja në ndërkohë që thoje kur pranova në BBC, filtri ande kanë më kujtua çka u thoje disa nga vajzave kur ishe redaktori ynë, që bukuria është një ditë dy në ekran, sepse po të varej ky profesion nga bukuria, unë kur s'do isha në ekran. Edhe kjo ishte një diçka shumë e bukur.
televizioni ka specifikat e veta, absolutisht edhe radio do të kisha thënë, sepse pavarësisht duhet të kesh një artikulim të mirë, duhet të kesh një paraqitje korrekte, edhe për respekt ndaj publikut që të shikon, por në llojin e gazetarisë që ne duam të bëjmë, edhe që tentojmë të bëjmë, kontenti është shumë i rëndësishëm. Dhe ti je vetë e vetëdijshme që shumica e njerëzve kur të kanë reaguar për atë prurje që ke sjell, për ato gjëra që ke bërë, për ato njerëz që i ke identifikuar. Kjo nuk do me thënë që të shkosh në ekstreme, ta marrësh këtë fjali që kam thënë ndoshta që ku diun duhet njerëz jo përfaqësues të jenë në ekran. Edhe kjo nuk është në rregull, po televizioni sidomos të zhvesh në qoftë se nuk ke brum edhe të duket jashtëzakonisht shumë si përfaqësia. Thua më qarmatosës është televizioni? Po, se radioja? Po, radioja është më tepër, sepse në televizion për shembull, nëse nuk tash mos e banalizoj, po në qoftë se nuk ke ndonjë zgjuarsi ose mprehtësi të theksuar, të paktën mund të kesh pamjen. Sepse shumica e mediave kështu mbijetojnë, mendoj, tash, edhe është ajo, aparenca ajo të cilës pak më shumë kujdesi kushtojnë kohë. Dëgjoj, dakord, është vizual, edhe është njerëzore, sepse njeriu në fillim kur të sheh të gjykon nga ajo se si dukesh, edhe shkret në rregull, por bie ajo pas një kohe. Prap është e rëndësishme. Tash është një sfidë kjo, edhe do i lusim komentoni poshtë. Po. Është kontenti megjithatë që dominon pas një kohe. Unë televizionin e marr më shumë si shembull sepse ti po flet për televizione që nuk ekzistojnë më asnjë. Jo, ndoshta nuk e di. Ti po flet për televizione ashtu si duhet të jenë, por ndoshta. Po un kam parasysh edhe media ndërkombëtare të cilat i ndjek, edhe për të cilave mësojmë ende që nuk është gjithçka te pamja e jashtme, sigurisht. Shumë mirë, domethënë televizione prej cilave mësojmë. Ne, gjenerata jonë, ne kemi mësuar prej nazimit, e kemi hap televizionin dhe kemi pa një këndvështrim ndryshe, një analizë. Kemi mësu thjesht në fund të atij emisioni diçka, po sot mendoj që misioni i mediave, sidomos atyre vizuale, është të argëtojnë, edhe besoj që pajtohemi këtë. Po, unë nuk e mohoj këtë, po prap edhe tek ato media, se këtë desha të them, jam shifi njerëzit rreth teje, kushdo qofshin ato, menjëherë e dallojnë kush është një produkt si përfaqësor, kush është një produkt që vërtet mëson diçka, pavarësisht që tendenca është të ketë më shumë dukje se sa esencë. Megjithatë, sfidë të madhe televizioneve sot i bëjnë edhe rrjetet sociale, sepse e krijojnë atë iluzionin se çfarë është gazetari. Megjithatë, unë flas për një produkt. Ti për gazetarin si profesor i gazetarisë, apo jo? Jo, flas edhe për një produkt që ka brum gazetarie, sepse çfarë shfaqet në televizion çdo gjë është gazetari. Ka spavitje, ka këngë, ka muzikë, ka reklama, ka, më kupton, gazetaria, produktet e gazetarisë dihet cilat janë. Por këto produkte, jo, se përmendë kontentin për shembull, po për këto produkte duhet realisht të ketë dominon kontenti. Jam i bindur për këtë, sepse e dëshmojnë edhe produktet tona që ne bëjmë. Po. Çfarë të them tani? Kur e thot profesori, dua të ndalem te kjo pjesa e profesorit, sepse vërtet është sfiduese të jesh profesor i gazetarisë. Po edhe ti ke qenë, Edhe e di pse, po lejon tani të. Jo, shumë bukur, sepse edhe unë doja të pyes për këtë pjesë. E di pse, sepse nga gjithë studentët e gazetarisë që regjistrojnë gazetarin, është shumë interesante, shumë rrallë dalin që punojnë punën e gazetarisë. Shumicën e kohës janë njerëz të profesioneve tjera kohëve të fundit. A ndodh kjo sepse nuk kanë levërdi ekonomike, sepse gazetarët paguajnë pak, apo ndodh kjo për shkakun se nuk shohin sfidë në këtë profesion, nuk u pëlqen ky profesion sepse cenzura ka shumë elemente që mund ta bëjnë si profesion shumë të padëshiruar. Shiko, kur jam regjistruar unë në gazetari në Tiranë, ndoshta ishim 26 veta diçka e tillë. Konkurenca ishte me qindra njerëz që të futen në gazetari. Sot në universitetin që e di si fakt të Shtipit në Maqedoni, ndoshta ka 1 ose 2 gazetar në një vit. Edhe ato 2 nuk përfundojnë si gazetar, për shembull. Nuk e di, po dua të them që të lidhem me atë që e thuti që dëshira për të qenë gazetar ka rënë shumë, sepse profesioni është devalvuar.
Kush e ka devalvuar? Për njerë iluzioni gabuar se çfarë është gazetari që e sjell në rrjetet sociale. Ku ka një gabim të madh që shumica e njerëzve po kanë përshtypjen që edhe kjo do ndryshojë. Shumica e njerëzve ngatërojnë në një farë vendi se çfarë është gazetari dhe çfarë është liria e shprehjes dhe shprehje e mendimit të lirë. Në qoftë se ti shkruan para Facebookut çfarëdo lloj statusi, edhe sado që të jetë dikush që merret me jetën publike, nuk është gazetari. Gazetaria është një proces pune. Një produkt gazetaresk kërkon disa hapa verifikimi, pune, të folish me njerëz, ta shkruash artikullin dhe pastaj ta publikosh. Dhe mirëpëletësia e transmetimit e krijon disa iluzione që secili është gazetar. Për shembull, unë jap këtë shembullin që sa është e vështirë të dalësh para medias edhe të thuash që Xhemi është e korruptuar. Nuk mund ta thuash nëse si ke verifikuar, nëse si ke bërë këto hapa që disa herë zgjasin edhe me javë, edhe me muaj. Dhe kjo përshtypje e ka bërë që është një profesion i lehtë tani, apo që mundesh të thuash sepse teknologjia të lejon të kushdo mund të thotë diçka. Kjo është e para. E dyta, sepse gazetarët, si gjithë profesionet e tjera, nuk janë të gjithë një lloj. Edhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe në kuptimin të jesh vetë kritik për profesionin tonë, se as mësuesët nuk janë gjithë më të mirët, as mjekët nuk janë gjithë më të mirët, as sportistët nuk janë gjithë më të mirët. Po duke qenë në publik, kryesisht akuzat që janë bërë medias, gazetarëve, për njartshmëri, për blerje, për gazetari të shitur, e kanë përsëri devalvuar profesionin, duke hequr atë vlerën e madhe që e ka gazetaria e mirëfillt. Këto janë arsye dhe Dhe cenzura. Po, në fakt, edhe unë gjithmonë them që edhe vetë censura është pastaj edhe problem më vete. Po, ekziston. Po ekziston, me gjas ekziston sepse kemi dëgjuar se ekziston. Po, ekziston sepse mund të jesh në rrethana të caktuara që jo çdo gjë lejohet të thuhet, po më tepër se cenzura dhe vetë cenzura gjithmonë kanë ekzistuar. Por prap ka pas respekt gazetari, sepse ka pas disa filtra derisa diçka është botuar. Kurse tani lehtësia e publikimit të asaj që thuhet pa i kaluar hapat e gazetarisë e ka devalvuar sepse pas disa kohë është krijuar përshtypja se jo përshtypja, por është vërtetuar që ka qenë rrema ajo që është dhënë. Dhe ne e përmendëm jep shembullin me rastin e Shpat Kasapit, pak që e diskutuam. Se dhe ajo ishte një rast i mirë, që sa veta nuk e besonin atë lajm. Po. Nëse kjo ishte diçka, pavarësisht që lajmi ishte i zi, po një diçka të bukur pas kësaj, sepse njerëzit pak ishin edukuar. Domethënë ajo që ne e quajmë edukim medial, që gjithçka që ti e lexon media nuk duhet ta besosh. Kështu që ishte biletim ma dërgove foton, duke qenë unë e Tetovës, më pyete, a është vërtet ky lajm? Kjo është diçka e mirë, sepse njerëzit nuk duhet besojnë gjithçka që lexojnë online, sepse aty që është vërtet rolin e gazetarit shumë shpesh e marrin dhe njerëz që fare nuk janë kompetent, siç e ke ti. Por ka raste për shembull kur unë mendoj se roli i gazetarit më është zbe, për shkak se shumë raste tragjedi që kanë ndodhur ne kemi mësuar prej Facebookut, prej rrjeteve sociale dhe televizionet në edicionet e tyre të zakonshme të lajmeve veç na e kanë dhënë informacionin e plot, për shembull që ka pasur spekulime lidhur me numrin e viktimave, siç kanë qenë shumë raste tragjedish ka pasur në Maqedoni, domethënë thjesht na e ka plotësuar informacionin, por lajmin nuk e kemi marrë nga media, e kemi marrë nga rrjetet sociale, nga një njerëz i zakonshëm që ka bërë gazetarin. Edhe tani kjo na bën të mendojmë pikërisht sepse një nga kërkesat e lajmit është raportosh në kohë reale. Po, mirë, po jo pa verifikuar. Jo pa marrë burimet e dukura, jo pa pas kujdesin e mënyrës se si raporton. Apo sa herë ka ndodhur raste që familjarët, për shembull në etikën e gazetarisë, asnjë nuk jepet në emrat e viktimave derisa informacioni nuk ka shkuar te familjarët, pavarësisht kush janë ata. Dhe shpesh më kujtohet një rast në një zyrë, për mos ta përmendur ku, kishte ndodhur një vdekje dhe dikush nga media lokale kishin publikuar rastin e vdekjes pa marrë vesh familjarët. Këto çështjet etike nuk ndodhen nëse je gazetar profesionist ose nëse je në një redaksi profesionale, sepse patjetër janë ato rregulla.
Kjo është lukundur, edhe prandaj ka devalvuar profesioni në kuptimin e asaj se çfarë është e vërtetë dhe çfarë nuk është e vërtetë. E imagjinoni, më përpara ne prindërt edhe vetë ne nuk kemi shkuar të verifikojmë një lajm te tjetri nëse është e vërtetë. Por nëse është publikuar, është marrë si e verifikuar më. Kurse sot vetë ky fakti që ne vërtetojmë një informacion që e kemi lexuar, a është e vërtet, tregon se sa është lëkundur besueshmëria. Megjithatë, profesioni i gazetarisë për mos ta hedhur poshtë, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Do të ekzistojë, nuk është nga profesionet që do të zhduket? Jo, unë mendoj që do të ekzistojë, do ketë sfida sidomos me teknologjinë. Mund të ndodhë që lajmet t'i japin jo më speakerët, po t'i japin po algoritmat. Moderatorët. Por ato se çfarë do t'i japin algoritmat apo ato figura digjitale, përsëri do t'i shkruaj një gazetar. Do të thënë mediat mund ta heqin për moderatorin për arsye shkurtimi fondesh. Është sa të mëshme është dy gazetar tjenë në një podcast. Kjo besoj nuk ndodh aktorë. Dëshiroj të të pyes sa prej studentëve që ti ke njohur kanë zgjatur gazetarin. Dhe janë gazetarë. Ka plot. Po hajde një. 2, 3. Po për shembull një grup gazetarësh kur kam dhënë mësim te Instituti Medias në Maqedoni, sot janë gazetarët më të mirë investigativ, si Sashka Cvetkovska ose një grup i gazetarëve që janë te IRL-ja. Gazetar të tjerë shqiptar që janë pjesë e medias në Maqedoni, edhe shqiptar që kanë qenë edhe janë punojnë në të gjitha mediat punojnë, si Lume Dervishi që është në televizionin Alsat dhe të tjerë të cilët pa diskutim janë spikatur që në kohën kur kanë qenë student. Ka dhe shumë të tjerë. Po nuk do t'i përmendem. Po tani se mos fillojmë pastaj pse njërin e përmendem. Unë dalem pak më gjatë. Ka dhe nga ata që se meritojnë t'i përmend, kështu. Po. Çfarë bën një gazetar të mirë që ja vlen të përmendet? Ose çka ti ju thua disa gjëra të rëndësishme kur futesh në një leksion të parë. Mos ta bëjmë si leksion gazetari. E vetë ja këtë do ta them. Ajo çfarë ju them gazetarëve është. Unë mendoj se gazetari duhet të ketë, ose pak edhe lindesh gazetar. Po, pikërisht këtë do ta them. Nëse duhet të bësh gazetar, duhet ta marrësh si sfidë. Është thirrje. Shpjegimin më të mirë ka dhënë një kolegi im kur i ka thënë pse të bësh gazetar, ai ka thënë nuk bëhesh gazetar se do bësh milioner, po gazetar bëhesh se do të shërbesh për njerëzit, ndoshta edhe se do të jesh në qendër të vëmendjes, se ne kemi qef që të jemi realist, ne nuk na pengon vëmendja e gjithë këto gjërat, por është një lloj si ata njerëzit që hidhen me parashut, që ata nuk hidhen me parashut për të bërë milioner edhe për të bërë të pasur, ata hidhen sepse adrenalini ju shkon në maksimum edhe kanë një gëzim të madh kur arrin të realizojnë atë pikën. Edhe gazetarët kanë një gëzim, kanë një presion derisa e bëjnë produktin edhe pastaj kalojnë te tjetri, domethënë nuk ka të ndalur. Gazetar bëhesh si thirrje. Nuk bëhesh se do të bësh miliona. Ajo nuk është gazetar. Ti s'ke bërë miliona një herë. Jo. Ta sqarojmë këtë gjë. Jo. Apo jo? Jo. Nuk ne jemi rritur apo kemi familje, funksionojmë bashkë, sigurisht ka një lloj zhvillimi në të gjitha jetën e çdo njeriu që duhet ta ketë, po milionat jo, nuk bëhen miliona me gazetari. Nuk e di edhe ai dua. Po më mirëqenien po, një lloj mirëqenie patjetër. Del pra dhe rusht, nuk i duam. Do shta është kjo, do shta si kemi. Dëshiroj se ne mbrapsh pak e nisëm se neset të përgëzoj për këtë punën që bën, sepse unë në këtë profesion kam mësuar prej teje, kam pasur fatin që të kem redaktor. Kam ndjekur punën tënde prej kur ke qenë me flok. edhe nga ajo që dëgjoj prej tjerëve, domethënë që bën një emision shumë të mirë, prej cilit mësojnë jo vetëm ata që të shohin, po edhe sidomos ata që të rinë afër. Në këtë profesion kanë që mësojnë gjithmonë. Edhe të përgëzoj për këtë punën e re, që e bën po ashtu shumë ndershmërisht edhe shumë bukur, shumë me të gjitha elementet që ti di t'ja japësh gjithmonë një emisioni. Edhe i kam përcjellur thuajse të gjitha, mos them që tek edhe pse politika s'është, mos them nuk dua të merrem me politikë, po jo gjithmonë çdo temë politikës më intereson mua, sepse siç e di unë jam pak më shumë nga kultura, por ti ofron edhe atë tjetrën, kështu që ato tjera që ti ofron nga kultura dhe temat sociologjike i ndjek më me shumë kënaqësi. Kjo nuk do të thotë që unë refuzoj të ndjek emisione kulture, po kur
politike, më fal, sa e shef edhe termat si kam të mësuar. Është sigurisht sfidë më vete të udhëheqësh një emision që është i politikës, edhe për ty besoj që është ndryshe, apo jo. Nuk është e njëjta gjë kur ke një temë me Ermonelo Jahon për shembull, ose kur ke ndonjë temë që është pak më Shiko, që të më thënë, tani para se të përgjigjem, pse kam dash unë ty të marrë në intervistë është sepse po aq ti ke dhënë kontribute të jashtëzakonshme vëmendjes në kulturë, edhe atë që kam vënë re për ty është respekti që e kanë njerëzit e kulturës për ty. Edhe prandaj edhe ky produkti jote është për të përgëzuar, sepse shikoj që ndjekësit me një duan të shohin se çfarë produkti do bësh për produktet e tyre. Edhe kur i promovon, do me thënë, edhe pa i shfaqur, pa e ditur se çfarë produkte janë, por edhe pas me mënyrën që e bën. Edhe ajo që ndoshta na lidh është pasioni që kemi për punën. Po, edhe në këtë drejtim kam mësuar prej te. Edhe prandaj gëzohem që bëjmë një produkt të tillë të përbashkët, sepse ja mund të flasim për njëri tjetrin. Kurse unë nuk du të flas tani për punën time shumë, se mendoj që ajo bie në sy, aq sa bien edhe duhet më shumë publiku ta vëre, edhe nëse e kam vëre kjo më gëzon shumë. Siç s'ma thua edhe ti mua të njëjtën gjë, se ne këto vlera i ndajmë bashk. Po, është vërtet, unë kam dëgjuar shumë shpesh vetëm Nazimi i bën emisione kështu gjithmonë tash edhe Nëse mos ta bëjmë si autoreklam. Këto fjali kam dëgjuar në konkurs, kam njohur kështu personalisht. Bile mund mos ta din, po unë nuk kam pas shumë simpati për ty, që është e vërtetë. Apo jo, e kemi thënë këtë sa herë. Po. Sepse kur e njeh Nazimin më nga afër, e sheh që është një njeri i jashtëzakonshëm, është një mik, është një njeri me shumë humor, që ditë gatuaj shumë mirë, që ditë vallëzoj, të kërcej, bile edhe të këndoj, shkruan dhe poezi. Edhe ju mund të thoni, ky nuk është Nazim Rashidi, ama unë ju a them, se i kam të gjitha të dëshmuara që ky është Nazim Rashidi. Të njëjtën gjë mund ta them edhe për ty, apo por. Tani mos ta bëj. Hajde, po, mos ta bëj. Nëse tani unë ditë gatuaj se jam grua. Po, një burrë që ditë gatuaj si ti, ajo është. Unë mendoj që nuk e di ai ke mësuar prej Martës apo e ke të lindur edhe këtë. Në familjen time me mamin edhe babi ka gatuar, edhe mami ka gatuar, edhe gatimi ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës në familjen tonë, edhe gjyshja ime ka gatuar shumë mirë, edhe shumë meshkuj të familjes në familjes së babit gjithashtu kanë gatuar, dhe kjo ndoshta lidhet me atë që prap shefat janë Master shefat janë burra. Është pakës diskriminuese kështu ta shohim, por nuk e di, kjo është e lindur. Nuk gatuaj shpesh se bëj shumë rëmuj, nuk më lën në shtëpi të gatuaj. Nuk më lën Marta. Produkti është i mirë, po. E mbaj mend një moment kur ke thënë, unë do provoja më shumë, do e sfidoja veten më shumë në kuzhinë, po. Po. Enët. E tani, se ne mund të flasim pafund edhe për mos ta bër bisedën të mërzitshme, du të pyes Gjemi disa gjëra për vitin, me që jemi në fund vit. Dhe e kemi diskutuar apo ta bëjmë këtë bisedë, jo do ta bëjmë tani, jo do ta bëjmë pastaj, po mendoj që kjo pjesa e fundvitit. Më në fund erdhi koha. Është një lloj rumbullaksimi. Du të të pyes si po e lën 2025-ën dhe çfarë të ka bërë më shumë përshtypje dhe çfarë pret nga 2026-a? Në fakt 2025-a ka qenë një vit interesant, mund të them, me shumë turbulenca, siç e thash në fillim, nuk e kemi menduar se kështu do përfundonte. Por a ka përfunduar bukur, nga njëherë duhet të kaloj kohë për të parë ti nëse ka qenë një vit i bukur, apo jo, se mund vinë një vit i cili mund të të befasoj për të keq, për shembull, por mund të them që ka qenë një vit në cilin unë kam provuar ta vë në jetë një ëndër që e kam pasur kamot, edhe për këtë gjë, Nazim më ka ndihmuar Kushtrim Bekteshi. Po, sepse unë në fakt këtë idenë e luaj derën, e kam pas para 7-8 vitesh ndoshta, por nuk e solla në jetë, shkaku se pata një angazhim në cilin u njohëm dhe bashk, edhe pastaj normal që kisha disa oferta dhe më duheshte të zgjedh të bëj këtë gjën apo të bëj gjëra tjera, edhe kushtrimi domethënë kështu me zor më ka mbajt. Sepse nganjëherë të duket më e lehtë të punosh për të tjerët se sa të drejtosh ti vetë të jesh kapiteni një diçkaje, sepse njerëzit nuk mund të marrin parasysh që edhe mund të përmbyten gjatë rrugës. Kjo është ajo që u krijon ankth. Dua të të pyes përveç këtij momenti shumë thyrës në një farë mënyre, unë shoh se një lloj zhvillimi, edhe një kalimi nga një sfidë në një sfidë tjetër,
por në kuptim të gjerë, po në kuptim të gjerë të kulturës dhe zhvillimeve të tjera, çfarë do të veçoje? Si e shikoje? Kjo ishte personale, shumë po flas. Nga viti në vit kanë shkuar duke u zvogluar ngjarjet kulturore në përgjithësi, vërehet në gjitha fushat që ka pasur ulje buxhetesh dhe kjo natyrshëm ka sjell më pak produkte ose produkte të cilat nuk kanë qenë ashtu si duhet të ishin në sferën e kulturës. Këtu po kam parasysh të gjitha sferët e kulturës. Nga gjërat e bukura që mund veçoje nga viti, ndoshta është shfaqja e fundit që kam parë në teatrin shqiptar, Rinoceronti, nga UNESCO. Regjisori bulgar, Vasil Vasilev, po. Ishte një koncept shumë interesant, sepse po flet për këtë që folëm ne në këtë podcast, domethënë për median, se si, domethënë, për këtë spekulacionin, për cenzurën, për gjitha këto flet shfaqja. Edhe ishte një shfaqje e bukur me aktorët e teatrit shqiptar, kështu që i rekomandoj gjithë shkojnë ta shohin. Kjo është e fundit që kam parë. Përndryshe ka pasur shumë ngjarje viti, të bukura po ashtu, për shembull ka qenë festivali i filmit në Tetov, Tifoda, që diku për 18 me radh ka qenë full salla, ka qenë Jazz Festi, një festival tjetër shumë i bukur, kanë qenë gjithë ato aktivitetet të qendrës për kulturë që i kanë mbushur çdo ditë sallat. Kështu që mund të them se unë më shumë Tetov kam se sa në Shkup. Në qoftë se ti ma bëje të njëjtën pyetje, unë përsëri do ta lidh me ngjarjet e mëdha që e tronditën në Maqedoninë. E para ishte tragjedia në Koçani. Një moment shumë i rëndë për shoqërinë që na kujtoi të gjithëve neve dhe tragjeditë e tjera. Ne kemi vujt shumë atë moment edhe kemi qenë bashkë edhe nuk mundem mos ta përmend sepse përveç dhimbjes të madhe që e shikonim te familjarët, ndoshta ishte ngjarja që na bën në këtë vend që është i komplikuar të mendojmë se gjithë jemi të barabartë para dhimbjes dhe para tragjedisë, edhe ngadonjëherë kalojnë në absurditet diskutimet e tjera kur shikon se sa shpejt mund të shuhen jetët. Dhe tragjedia në Koçani përveç asaj tregon një ndjeshmëri të humbur që ka shoqëria jonë ndaj asaj që ne kërkojmë në vazhdimsi, ajo është funksionimi i shtetit. Se si çdo gjë bie si një kull me letra, vetëm sepse raporti jonë ndaj ligjit është shumë i dyshimt. Gjithmonë duam të funksionojë ligjit e tjetrit dhe jo te ne. Gjithmonë kemi dashur që ta anashkalojmë një shkelje, mirë po të funksionojë te tjetri. Dhe ajo që më dhem më shumë, Xhemi, është se nuk i dia mësuam nga kjo tragjedi, për të thënë që duhet të krijojmë atë kulturën e funksionimit të institucioneve. Edhe kjo pastaj lidhet me gjithçka, lidhet edhe me kulturën, edhe me fushat e tjera, edhe mënyrën se si ndahen fondet, edhe me mungon drejtësia, shtet në cilin mungon drejtësia. Edhe mendoj se ngjarja për cilën flet ishte një ngjarje e përsëritur sepse ne kishim shumë tjera më herët. Pikërisht, atë po them, na rikujtoi. Gjithçka që nuk parandalohet ose që nuk ndalohet në instancën e parë, vetëm rritet nëpërmas. Dhe tjetra që më bëri përshtypje në 25-ën edhe që vazhdon edhe që do të vazhdojnë, ndoshta në 2026-ën është pangopsia e madhe e atyre që kanë pushtet, që të cilën pushtetin e shohin vetëm si mjet përfitimi. Kjo duhet të ndaloj. Nuk e di si, po kjo është po aq e dhimbshme. Duhet të bëhet një fushat që votuesi, sepse e din çfarë më të mërshme janë Azim, domethënë ne gjithë kohës e ke parë çka u premtojnë njerëzve, një diçka që u takon njerëzisht me ligj, një vend pune. Domethënë u premtohet një vend pune dhe ata dalin dhe votojnë. U premtohet një diçka që po t'u thuash njerëzve në Zvicër ose diku tjetër që s'në gjejnë punëtor, habiten. Një diçka që u takon me ligj, si e drejt njerëzore ju takon që ata të ushqehen, të mbajnë familjen dhe të mos bim pre e shitjes së votës ose të themi që ndrojnë bindje politike për shkakun se do t'u sigurohet një drejt shumë njerëzore. Edhe në këtë drejtim mendoj se duhet ketë fushata për të bind votuesin se si të zgjedhin. Sepse patriotizëm është ti të zgjedhësh një politik që ty të mban vend për momentin, sepse ne jemi dëshmitar të ikjes masive të rinjve, të cilët kanë humbur
moti besimi në këtë. Për mua, pavarësisht kush fiton, atë qytetarët duhet ta vendosin, na pëlqen ose nuk na pëlqen, por ajo që e vura re është një antagonizëm i madh mes rivalëve politik, të cilët gati kalon në armiqësi. Dhe nuk u pa, dështuam si shoqëri, po dështojmë si shoqëri ta shohim si një përplasje idesh për të mirën e përgjithshme dhe jo për përfitime personale. Disa herë akuzat kalojnë nivelin personal, që nuk është etika edhe ideja e politikës. Akuzat duhet të jenë për mos realizim të ideve, të projekteve dhe jo në nivel personal, dhe e kemi parë nga të gjitha anët. Dhe kjo përsëri për mua është një zhgënjim, sepse mendojmë që rritemi si shoqëri, si kalojnë vitet, por në fakt disa herë po duket sikur po kthehemi pas. Ta tregoj edhe një rast që ishte shumë i dhimbshëm dhe shumë i vërtetë, dhe që se nganjëherë këto raste na bëjnë të mendojmë ndryshe. Një mik i afërt, tash mos t'ja përmend emrin, edhe kushërit afërt e kam, edhe ajo është mbi 40-at, edhe ende pa punë, ka familje, fëmijë që duhet të shkollohen, të mirëmbahen, krejt gjitha këto me gjitha shpenzimet që ne i dim sa të mëdha janë. Edhe kishte vendosur që të shkonte në Gjermani. Edhe unë i thash, ama prit tash, deri tash ke prit edhe... Edhin, ishte në prag të një punësimi, edhe tha, jo, tha, se sa ta kryj betejën time, do duhet ta bëj betejën e fëmijëve të mi. Edhe kjo ishte shumë e vërtetë dhe shumë e dhimbshme, që ti, kur i shef fëmijët që nuk po arrin që të kalojnë në filtrat, edhe pse e meriton, është më e dhimbshme se sa ta përjetosh në lëkur, besoj, se ti ke 2 fëmijë për shembull. Kur fëmia yt nesër nuk do pranohet në një shkollë, ta zëm, siç e dim ne se shkojnë gjitha ose me të njohur ose duhet të japësh lek, dhe kjo është e mira e podcastit që mund ta themi këtë, apo jo? Edhe kur ti e sheh se fëmijët e tu stagnojnë, se fëmijët e tu nuk do mund të marrin një vend në universitet, në master, sepse ai vend është shit për dikë tjetër, kur fëmia yt nuk do mund të regjistrohet në doktoratur sepse ai vend është shit për dikë tjetër, edhe në fund ti do duhet të ruash besimin edhe tu japësh moral. Të kuptoj plotësisht, prandaj e vere si diçka të 2025-s, që në fakt ndoshta do duhet të jetë reflektim, sepse këto betejë politike do të vazhdojnë dhe duhet të jenë, edhe kritika është esenciale, sidomos ndaj atyre që e kanë pushtetin, por jo me qëllimin që të hik ai, të vi unë, që të përfitoj unë. Dhe kjo e krijon atë zhgënjimin e madh, dhe sidomos ajo që u vure në 2025-ën, por që ndoshta do të vazhdojë, është mungesa e respektit për profesionalizmin, për dijen. Për çdo profesion këtu. Po, sepse sa herë e kemi dëgjuar frazën që ti je niveli lart, po duhet ta ulësh nivelin që të kuptojnë të tjerët. Kjo është tragjike, sepse niveli duhet të ngrihet nga të gjithë, dhe kjo ka të bëjë me sistemin arsimor, me mungesën e leximit, me mungesën e shkuarjeve në shfaqje kulturore. Pse unë dua. Shumë shpesh duhet ta ulë nivelin se s'na vin publik. Jo, teatri është për të mbajtur nivel, teatri është një shkollë alternative. Kjo ka të bëjë me të gjithë këtë. Edhe një gjë do përmend për 2025-ën, dhe do ta diskutojmë bashkë, për disa aspekte. Një ngjarje që shokoi gjithë shqiptarinë ishte vdekja e Shpat Kasapit. Jo thjesht si një artist, po çfarë vura re është që sa shpesh bëhemi bashkë në dhimbje, si rasti Koçanit, si dështimet e tjera, dhe sa na mungojnë për të bërë bashkë në ngjarje të bukura, të mira. Dhe ndoshta edhe për ta përmbyll këtë podcast, për mua ideja është që viti i ri uroj të na bashkojë si shoqëri më shumë në ngjarje të përbashkëta shoqërore, me ato vlerat e përbashkëta që të gjithë, ti e din, sa veta na kanë thënë, nuk ekziston kjo e mira e përgjithshme, ti je idealist, duhet ta shohësh vetëm veten, individin, përfitimet, por unë dua që në kontekst shoqëror të kemi zhvillime që kur ta bëjmë një podcast në fund të vitit tjetër, të themi kjo ngjarje e mirë na bëri bashkë, kjo shfaqje, kjo arritje, Nëse Nazim ne tham do e bëjmë podcastin fana, ama përmendëm vetëm tragjedi. Po jo, prandaj, po se fundi i vitit e ka këtë, dhe ja do ta përbyllim me urimet e mira. Te vdekja e Shpat Kasapit kishte një diçka që pakës më, si më tham,
Nuk unë ndjeva mirë për shkakun se çdo lajm dhe çdo intervistë e kam parë me sytë e familjarëve të tij, edhe realisht, do me thonë senzacion tani për median, për risi është gjithçka që do thoja unë duhet të jetë prapa dyerve, të jetë diçka private. Për shembull si puna, bësh VIP sot nëse divorcohesh, bësh VIP sot nëse ndron partner, bësh VIP sot nëse nuk e di, ke bërë diçka kot, ke ndruar gjini, me këto gjëra bëhesh VIP. Edhe tani mesazhi që u jep të tjerëve është që ti nëse bën njërin nga këto gjëra, do të meritosh vëmendjen, do të meritosh në thonjza, do ta marrësh vëmendjen, por nuk do ta meritosh, këtë doja të thoja. Kurse prap kthehemi te tema e fillimit, që gazetaria dhe gazetarët nuk kanë mëshirë, edhe në raste kur bëhet fjalë për një vdekje, kjo për mua është kapërcimi i të gjitha limiteve njerëzore. Po këtu është dallimi mes asaj që është gazetarie profesionale, se po ti shihni një pjesë e gazetarëve mediave kishin shumë kujdes se si raportonin. Po. Sepse ka etikë se si raportonin. Pjesa e tjetër e bumit të rrjeteve sociale, të cilat parsore kanë senzacionin. Që edhe ky ishte një rast ku mund ta shikonim, por po ta shohësh si ngjarje i bashkoi krejt shqiptarët gjithandej prap sigurisht ishte ngjarje tragjike dhe bashkëvuajmë edhe ndjejmë sepse edhe i njohim njerëzit që janë të lidhur apo me familjarët e Shpat Kasapit, por prap si një urim i 2026-s do ishte që ngjarje më të gëzueshme të na bashkojnë. Çfarë do kishte uruar ti që ta përfundojmë me tone më pozitive? Sigurisht të gjitha atyre që na përcjellin, do dëshiroja që një mal të mirash të kenë jetën e tyre, të plotësohen në profesionet e tyre, me partnerët e tyre, me familjarët e tyre, me vetminë e tyre, sepse vetmia edhe atyre që janë në bashkësi ju duhet, sepse vetmia është gjë e mirë, prodhon gjëra të mira, sepse ne vendimet më të rëndësishme të jetës i marrim vetëm, apo jo. Pavarësisht që na thonë të gjithë, në fund jemi ne ata që vendosim. Kështu që ju uroj të gjithëve një vetmi produktive, do thoj. Një pyetje që është jashtë këtij konteksti, edhe që ram dakord që do ta bëjmë është tetova apo shkupi? Tetova apo shkupi? Tetova. Në fakt, unë kam diku 10 vite ndoshta që jetoj në Shkup dhe ende nuk mendoj që jetoj në Shkup. Por ka një diçka akoma më interesante, që nëse më thua shko dhe jeto sërish në Tetov, unë mendoj se jetoj në Tetov, po Tetova të jetë diçka si Shkupi kështu. Më pëlqejnë qytetet pak më të mëdha, ku ruhet privatësia dhe Xhamazia ka ikur për Tetovës, por jo Tetova për Xhamazias. Po, Tetova nuk largohet asnjëherë prej meje, është një qytet shumë i vogël, shumë simpatik, me shumë drama, po megjithatë është një qytet shumë i dashur. Edhe si vjet mos harro që është stolisur Tetova, pas kaq vitesh edhe është bërë shumë qytet i bukur me drita. Siç duhet të jetë një qendër urbane, e mirëfillt, kulturore, politike, ekonomike në fund vit. Dilema jonë gjithmonë ekziston, struga, mua më pyesin struga apo shkupi. Ti do thuash struga. Unë do them të dyja, nuk mundem pas strugën, po pas shumë vitesh ndoshta nuk mundem pas shkupit, dhe ja do them diçka që ndoshta nuk e kam thënë. Stërgjyshja ime ka qenë e Shkupit, kështu që disi ndoshta është një rikthim. Stërnip, po. Stërgjyshja, domethënë jo gjyshja, stërgjyshja. Gjyshja e babit. Kështu që ndoshta kjo është ai një lloj cikli që qarkullon. E mbaj mend njërin nga struga tha, për strugën u bie malli edhe atyre që s'janë të strugës. ose dikush që tha deti tetovarëve. Po. Edhe një pyetje, pse thoni unë strugë është djeg si tetovar? Sepse kur vi janë biseda për një herë tjetër. Nuk kemi raportet mira me diellin, harrojmë sa 2-3 zitemi apo. Po, Xhemi, unë të falenderoj për këtë bisedë. Besoj pak e këndshme, pak ndryshe, e bashkuar në 2 podcaste, e frymzuar nga trendet botërore. Krejt në fund, çfarë do kishe veçuar nga arritjet personale? Edhe që të kishe dashur ta vazhdosh në 2026. Nga arritjet personale, unë ndjej se çdo vit se rritem më shumë për brenda, domethënë sepse me gjatësi kështu kam ndaluar moti së zgjaturi. Kështu që për brenda mendoj se rritem vazhdimisht, janë përvojat ata që trisin,
janë njerëzit, unë rrethohem me shumë njerëz, me shumë miq të mirë, vazhdimisht rrethohem me shumë njerëz, edhe kjo është një diçka e përbashkët e jona, që ne nuk mundemi pa njerëz. Mendojmë se po të jemi vetëm, kështu i trasim me çdo kusht që patjetër të jemi të rrethuar me dikë, edhe ne marrim energji prej tjerëve, sepse jo çdo kush e ka këtë. Ka njerëz që nuk duan të shoqërohen me dikë dhe për ngritjen time shpirtërore, morale, në gjitha aspektet, në gjitha drejtimet, burimi fillestar për mua është njeriu, sepse dua shumë njeriu. Edhe dëshiroj që të rrethohem me sa më shumë njerëz. Në këtë rritje ti ke edhe miliona shikime, që është diçka e re në kontekstin se si funksionojnë ne me lajkomania. me mediat, edhe për mua diçka e re, sepse ja ma theksojnë ti, ma thekson edhe të tjerët, edhe kolegët tonë që me qindra mira njerëz që shohin ato produkte tona, po edhe kjo ndoshta më gëzon që këtë do kisha dashur ta vazhdoj në 2026-ën, që të na shohin më shumë. Po jo, produktet që i bëjmë, do me thënë... Nganjëherë është më e rëndësishme të na shohin ata që duam ne se të na shohin më shumë. Kisha fjalën në këtë botën e virtuale. Si quhet kjo fenomeni scrolling që gjithçka kalon, kjo është e keqja e gazetarisë. Kur u futa në këtë studio sot ti më tha, hajde të shkojmë në gazetë. Edhe më duk pak si term shumë interesant, një fjalë prej cilës buron dhe ky profesion, sepse quhet gazetar dhe gazeta çdo ditë më shumë ne informohemi se si zhduken në rajon dhe në botë. Mbrëm lexova diçka në Zvicër, një gazetë shumë e famshme, ishte drejt zhdukje, po u mbyll faktikisht. Edhe bile me një mik bëra shaka, thash shqyr që është mbyll sepse presioni i gazetës është më i madh se i gjithçka tjetër, sepse podcastin e incizon sot dhe nëse se ke gati pas nesër, po gazeta e ka patjetër që të dalë dhe ka kohën kur dorëzohet edhe gjitha këto edhe është një stres që mund të mbyse. Edhe nuk e di si. Ka atë ama kjo lajkomania që tashmë ne gjithçka. Jo, nuk e kisha për atë aspekt. E kisha një lloj vazhdimësie e produkteve cilësore në rrjetet sociale, ku bën pjesë ti, ashtu ku ndoshta bëj pjesë dhe unë për faktin që e thua ti, e thon dhe të tjerët, që kjo të vazhdoj, që publiku pak të mësohet të dalloj një lloj produkti më cilësor, pavarësisht se është në një a beson që ka njerëz që din t'i dallojnë, po, të bardhën nga të zezë? Them se po, mua personalisht më habiti dhe më gëzoi shumë ai momenti i vlerësimit që Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Për gjë më të rëndësishme s'folë. Po jo, nuk është ideja të flas për veten, se thash, po se bie në sy. Dhe nëse kështu të paktën e thon, edhe unë këtë dua ta theksoj edhe për ty, edhe për të tjerët, që publiku të fillojë të dalloj produkte cilësore në rrjetet sociale. Kjo do kisha dash personalisht të vazhdoj. Po prap mendoj se çmimi më i madh, Nazim, është publiku edhe gjithë ato fjalë të mira që ti dëgjon për rreth, sepse apo jo, cili është komenti më interesant që e ke dëgjuar nga të ta thonë ndoshta për këtë podcast, ndoshta për gjithë karrierën tënde, sepse ti ke një jetë në këtë profesion, ndryshe nga unë që ajo që më bën më shumë përshtypje është shumë realiste është që njerëzit thonë që nëse si ti s'kemi çka shoh. Jo. Po e kam dëgjuar edhe këtë koment duke qenë me ty. Jo. Që rrjetet sociale kanë mënyra e transmetimit të produktit ka ndryshuar dhe njerëzit thonë që më shohin më shpesh se më përpara. Po? Kjo është ajo që do të kisha veçuar. Po, edhe një urim të fundit për të gjithë ata që na përcjellin. E paçi pasionin si të Nazimit për profesionin e ty. Jo, këtë pasion e kemi bashkë. Nganjëherë unë lodhem që është e vërtetë apo. Po, edhe lodhja është pjesë e faktit që tregon që punon. Se vetëm njerëzit që s'punojnë nuk lodhen. Jamie, faleminderit shumë. Faleminderit. Besoj që ishte një bisedë ndryshe. Ishte një nga podcastet, sepse do të bëjmë shumë tjera bashkë, kështu që kjo është shumë e bukur. Po. I ftojmë të luajnë derën rishtasi të gjithë ata që përcollën këtë podcast. Faleminderit e gëzuar dhe gjithë të mirat në vitin e ri.